Që hasër me ro. Këtë betoni po bjën toka një. Qysh po jetani Nazmije? Na katastrofë jetër. Ma kesë besoj që ka t'i punë. Me i dare qysh e keni punt? Me i dare kur qysh. Na po thamë katastrofë. Shkret veran. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi, mërgjimtarit jemi në qytetin e Gjilanit, afër stacionit të autobuseve. Kemi ardhur me vizitu një familje 5 anëtare, për shkojnë apë avë nderën, për shohim që kanë gjenë, për një mujnë, edhe për shpesojmë që s'kemi me harru. Hajde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se jeni? Ajni mirë? Që mirë. Qa po bane? Kena dalë me vizitu pak. A një orë nëne? Qysh e ki emnin? Në Nazmije. Nazmije? Kushi? Këqiko. Nazmije Këqiko. Po. Sa antarni këtë Nazmije? Në ina 5 vetë. 5 vetë. Po. Burri? Ja, burra s'ka këta, veç kranim. A veç gjanim? Po, asë një nuk. Ajo ma është e plaka është e smutë. Qa ki ato, mutëra, qka? Smutë janë nane ka. A non? A je me non edhe me 3 fëmija? Po, me nane, me mutëra, me 3. A non, mutër dhe 2 fëmi? Po. A 3? Po, 3, ja 2. 2 fëmi? 2, po. A janë këto, janë në shkolla? Jo, në shkollë janë. Në shkollë? Po. E burri? E nana ka shku me të mjeki. Ja, burë, s'kam. A jeni ndodë, me thonë? Ja, s'jam me batu nëse jam e smutë. Aha. E fëmijat, kujnë e janë fëmija? Fëmija janë të asaj motrës. Atë motrës janë? Okej. Po s'kanë prendë. As kam prend? Jo. A qysh po jetani Nazmije? Na katastrofë jetër. Ma kesë besoj që ka t'i punë. Katastrofë. Me s'ka me pa shpi, pa sen, krejtë E kujna është kjo këto? Kja është një farë gjaferi qëta, e ka shpijen. A ja ka shumë me najta me qera? Ja, me qera jenë. Me qera? Me qera që 5 muj s'kena morë pe komune me pagu. Sa e pagu një qelan këtë? Ne pagujna 100. 100 euro? Ta shpilipi, këpë arët pëllip shpijes. E nuk i kanë shuar, ja? Po. Ta është jena me që shtë. A meri na ndihma diçka? Unë e marrë një pension të invalidëve, se jam me barna. Me barna? Nana e me një pension. Ajo motra e me një social për fëmijëve. Po. Me i dare qysh e keni punt? Me i dare kur qysh. Në po thamë katastrofë. Shkret veran. As shpia e vjetër, as po ki kumenet. Këtë lakë shti gati që edhe po do këtë. Po e kuj një konë ma heret, para se më orëtë? Najna konë që kanë artë këtë panisën me qerojnë konë. Po pranari lëke paret edhe të shpëndo. E para se me konë aty, a një konë dikun tjetër me shpi? Najna konë të kombinati. E atje ju ka desh toka aty, ne? Tani në kanë largu për aty. Ju kanë largu? Toka së konë me juve, a? Ja, toka e ju një nuk o konë. Jo. E baba ka dek, ta shte me qero. Ta shte ki për lypë parët. Nona është nona jute? Jo, ka shku të mjekë. A të mjekë pas ka shku? Shku të mjekë. Edhe fëmija e mutrës, çfarë mbushë kanë ata? Ata janë, njëni ka 13, njëni ka 12. 13, 12. Qike gjë. Për dime qysh keni kalu? Për në dimën, A keni pas drua me qajnë në dzeja? Vëllaj, këtë hake të i pru. Që shta ka 1 metër, ka gjysë, të na një mund që shta ka Po, apo dalin bili? Vëllaj, s'po dalin. Po më neja pi dalin njerës, mi vizitu kështa, po vinë? Vaj, vëllaj, A veç në Ramazan, bajram? Nam, të është, atë peqëtartë i vëllaj jo. Po. Shumë lekë, streqë, kur kanë. Kena linë tim për komunës, s'ka bëlla kur që. Po. Në sens, njëre për njëre s'ka. E mutra, qysh është me shëndet mutra? A është afë për puna, jo? Po edhe aje vëllaj. Sa vjet i ka? I ka një 33 i ka. A përnena ja diçka, jo? Jo, s'pëna vëllaj. Jo. Jo, ty për kërkosh s'pëna këta. Heq, kërkosh. Po në ma 100 euro i marë, që ato shkoj për barnë. Po. Edhe s'po dalin. Ti për s'po dalin. Këto mena e keni këto macinën për të isha këtë sanët? Kena një macinë, i ka vanë janë, është e vjetër. Po. Tjetër, kur që s'kena këtë kazës janë. Jo, Jo, 2 kazës vjetër janë, sa s'ka tjetër, këtë kazës, kur që tjetër s'ka. Zotë ju një muftë. I shava krejtëve. E për çka e keni nevojë më të madhe? Na kena nevojë për shtëpinë më shumë. Për shtëpi. Për shtëpi jena me të kur. A keni tokë dikona, jo? Jo, s'kena tokë. S'keni tokë kërkon? S'kena. S'kena s'toka, s'kur që s'kena.
Zoti ju ndihmoft. Se të mos po shpina me të në rrugë. Se s'po ka pronari për Lipart, komuna si ka shua la, që 5 muje më pa, pare nuk ka morë. Zoti ju ndihmoft. Ashtë për Liparët e veta, s'po ki ku me marë, ku me marë? Po. Këtë së mund të kretë me barna. Me ilace. Kretë, të me ma për linjë se kështu më të me barna të jetu. Po. Me qëto, po të me prej me qëtë pensi, po të me korpit ka pak. Zoti ju ndihmoft. A mund që të letër me na qelë? Po, faleminderit shumë. Po. Që aty janë 300 euro, janë prej mërgjimtarëve. Faleminderit shumë. Edhe gjona ushqimore ju kena ble. Amen. Amen ketëve. Tash inshallah e shohin njerëz videon. Inshallah. E kanë me të ndihmu me emër të Zotit. Inshallah krejtve ndihmojnë. Amen. Hen kallëza e pak gjendje më ana qysh është. Unë po ja afroj ushqime deri këtu. Që. Që. Që e katastrofë, sa e plaka në kaut që aty rënë, e nuk mund pekanve më qu, e që këta unë që shta, edhe anina që shta, shkret e vërën. Që edhe në këta unë. Që ka dhe në kuzhinë? Që kuzhinë, këto janë të gazës. Krejt gazës janë, që to krejt rënë, krejt që shte kina gjitën. Edhe kja, edhe këto, edhe ka uqi, kur që tjetër të s'ka. Banja që aty, që kja banja që të është. Edhe në tonë është një sobë në kuzhinë, edhe aja s'ki që pëse në këtë kati kara. Veç katastrofë, së kur na... Ka dhe në që një në? Që edhe këni në hajte. Që në këta, që edhe ta boni këni në nartë, hasër me ro, që nartë atje. Që hasër me ro. Këtë betoni po bjën të tokane, këtë këto koret. Dhe që ma katastrofë se që të, se dhja ka dikun. Që kja kuzhina, që të janë barnat e mija, që me qka merë nëne, me qëto. Që me qëto barnat. Dashur njerëz mirë, ata që duhen me ndihmu këtë familje, numri i telefonit është 044 437 867. Gjenë në Gjilan, afër stacionit të autobuseve. Juftej me ndihmu sa do që keni mundësi. Zoti na ba Allahve, inshallah si harrojna. E kala sa më mirë. Shumë faleminderit Zoti. Ju shpërblet. Amen, bashkë me juve. Përshëndes. Edhe ata që kanë ndihmuar, Zoti i ruaj. Amen, kala sa më mirë. Inshallah, krejt Zoti.